I riu nga Shkodra gjen nënën e tij pas 20 vitesh, i bën surprizën e bukur në shtëpinë e të moshuarve. Ky është Erviz Vezi, një i ri nga Shkodra, i cili pas 20 vitesh arriti që të gjejë nënën e tij. I riu shkodran u rit jetim në shtëpinë e fëmijës, 6 deri 16 vjeç në Shkodër, por asnjëherë nuk rreshti duke kërkuar nënën e tij, duke arritur që ta gjente pas 20 vitesh. Prej një viti, nëna e Ervisit ka ardhur nga Durrësi ku jetonte e vetme në shtëpinë e të moshuarve në Shkodër. 31 vjeçari, i cili ditën e të moshuarve i dërgoi një buqet me lule nënës së tij, për të cilën kujdeset çdo ditë, tashmë tregon historinë e tij. 31 vjeçari thotë se nënën e tij e ka gjetur në një fshat të Durrësit në kushte ekstreme të jetesës, ndërsa për 3 vite u desh ta binte që nëna e tij, Fahrie Vezi, 64 vjeçe, të vinte në Shkodër në shtëpinë e të moshuarve. Ervisi tregon se si ai jo vetëm se nuk e ka harruar as pak nënën e tij, por përkundrazi vjen e përkujdeset për çdo ditë për të tek shtëpia e të moshuarve, edhe pse aty janë të gjitha kushtet. Mungesa e prindërve, rrëfen 31 vjeçari, ka qenë e madhe gjatë gjithë jetës së tij, por që nga momenti kur ka gjetur nënën, përjeton një lumturi të madhe. Ai thotë se nuk i ka kërkuar asnjëherë nënës së tij që të di arsyen e braktisjes dhe i mjafton që sot janë bashkë. 31 vjeçari ka edhe një apel për të gjithë ata që kanë dërguar prindrit tek shtëpia e të moshuarve apo të afërmit e tyre dhe i kanë braktisur duke mos patur asnjë interes më për ta. Erviz Vezi dhe nëna e tij po përjetojnë tashmë dashurinë e pafundme mes një djali dhe nënës, duke lënë në harres të plot faktin që për 20 vite me radhë nuk patën mundësi që t'i japin një përqafim njëri tjetrit.